Është ora 9:30 e mëngjesit. 30 inspektor të Inspektoratit Qendror të Punës janë gati për terren. Këta të enjtën para vetës ka një aksion të inspektimeve me përmasa të mëdha. E përgatitjet për këtë duket se janë bërë me kohë. Por para se gjithçka të fillonte, u bë ditur se ky aksion nuk do të përfundoj brenda një dite. Sot fillon një aksion 15 ditor në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Qëllimi ynë është që të ushtrojmë autoritet kodrat mandatit ligjor për punën tonë që e kemi të përcaktuar në përfshirjen e detyrave. Nga këtu, inspektorët morën rrugën për në Prishtinë, Ferizaj e Fushë Kosovë. Cak i parë i inspektorëve në Fushë Kosovë ishte kjo vendpunishte. Menjëherë këtu hasën në mungesën e kushteve të punës. Do të thënë hapësira të mbyllura në mënyrë që mos bie deri te ndonjë aksident punë. Në objekt ka pjesë të rreshtilet vendosura. Në vendet ku ti ka vendosur, ka vendosur dhe shka një pjesë formo. Por këto nuk ishin të gjeturat e vetme. Në këtë vend punishte në Fushë Kosovë, inspektorët e Inspektoratit Qendror të Punës vlerësuan se mungojnë kushtet bazike të sigurisë, meqense lifti është i hapur dhe punëtorët janë të rrezikuar. Pasi u evidentuan shkeljet, inspektorët kishin një kërkesë. Ndërprejmë punën edhe zbritin gjithë. Krejt kjo, pasoj me vendosjen e këtij shëriti në vend punishte. Kjo është hyrje përfaqësuesin e kësaj kompanie të drejtohet me këtë ankesë. Nuk guxon më prek shëriti, as nuk guxon më punu. S'ka me do plakë, s'ka me do gjystë. Damet janë, po janë të pariparueshme, po dhe masat shëndet mbi gjitha shëndeti njerëzve. Të gjeturat sipas inspektorit do të përfshihen në raport. Mungojnë masat nga siguria dhe shëndeti në punë, përfshirë skelet, përfshirë hapësirat që do të pastrohen, do të mbyllen hapësirat e punë, si dhe kontrolla skelet. Në të gjithë territorin e Kosovës pritet të angazhohen rreth 30 inspektor, të cilët do të punojnë me 2 rotacione.